Dhe unë mendoj që na kanë kthyer dhe hapa mbrapa se lëvizjeve të vendosje nuk ka dashur që të bëjë reforma në sistemin e drejtësisë. Mohimi mohimit është në fakt pohim. Zoti Manaj, ne duhet ta shkopim sistemin dhe pastaj do të përballemi me procesin e emërimit të ri. Po vjen mirë që po e pranon që ju keni dështuar që ta Jemi pajtuar me LDK-n që sistemi është i kapur nga PDK, po i shërben eksponentët të PDK-s. Po që po të përgjigjem. Cila drejtime? Po që po përgjigjem. Po jetu fol pralla, po vjen keq. Para se me orën pushtet lëvizjave të vendosje ka pas plot gojën që sistemi jonë i drejtësisë ka nevojë për një vetting të plot, sepse ky sistem është i korruptuar. Ndërsa sot as nuk e përmend çështjen e vettingut, i përmend disa ligje specifike për çështje disiplinore që nuk kanë kurrë çfarë efekti. Këta kanë dështuar në reformat e drejtësisë dhe unë mendoj që na kanë kthyer dhe hapa mbrapa me mënyrën se si janë silur, sepse Komisioni i Venecias e ka po qartë se lëvizjeve të vendosje nuk ka dashur që të bëjë reforma në sistemin e drejtësisë, por në emër të reformave ka tentuar ta kapë sistemin e drejtësisë. Tash mos i ndërhyj Adnan. Sistemi është i kapur. Mohimi mohimit është në fakt pohim. Me justifikimi i LDK-s se nuk duhet ta shkapim sistemin se ka rrezik që kapet, është në fakt me baleancë me persona të cilat kanë mbajtur korrupsionin. Zoti Manaj, ne duhet ta shkapim sistemin dhe pastaj do të përballemi me procesin e emërimit të ri. Dhe tjetra, ne vettingun do ta realizojmë, nuk do të heqim dorë. Kemi një model të caktuar të vettingut që ka ardhur tashmë në kuvend dhe edhe mandamentet kushtetuese janë vlerësuar nga gjykata kushtetuese, projekti është gati, por e vërteta është që ndu ndryshime kushtetuese dhe ndryshimet kushtetuese kërkojnë e komunitetit serb, respektivisht lëvizjes serbe. Ne koncesione dhe kompromise për vettingun ne duam edhe vettingun, po vjen mirë që po e pranon që ju keni dështuar që ta shkapni. E deformoj tha. Po vjen mirë që po e pranon që ju keni dështuar me çkop ndikimin e politikës nga sistemi të drejtësisë. Ju keni dështuar plotësisht në këtë proces, ju me cilat veprime ke marrë ti për 5 vite për me bërë reformën e sistemin e drejtësisë, sot e ki vendin pa kryeprokuror, me Martin Berishajn ti do me shkop sistemin e drejtësisë, me Martin Berishajn. Është për të ardhur keq, a mundem? Është për të ardhur keq se si LDK e përfaqësuar nga zoti Manaj ka përfunduar për interesa kryesisht politike afashkurte, sepse dikur kemi pasur për bashkime me LDK-n në adresimin e sistemit. Jemi pajtuar me LDK-n që sistemi është i kapur nga PDK, po i shërben eksponentët të PDK-s, nuk po lufton korrupsionin e PDK-s, po e minbon korrupsionin. Kemi pasur dakordim për me konfisku pasurinë e pajustifikueshme. Dhe ju papritma sot jeni vënë në një pozicion të tillë që po justifikoni se si është gjendja. Shiko, nuk zotimet edhe politike nuk përzgjedhen mbi atë se sa janë të lehta ose të vështira për të realizuar. Apo pajtohemi do të shkapet, drejtësi do të kemi, korrupsioni do të luftohet, pasuria do të justifikohet. Nëse po pajtohemi që sistemi i drejtësisë është i kapur nga politika, cilat veprime ti për 5 vite ki boqe me shkop këtë ndikim e para, dhe çka ju tash mendoni për vettingun? Ku është vettingu tash në planin e lëvizjes së vendosjes? Sekonda pas e padyshim që sistemi ka qenë edhe mbetet në nivele të ndryshme i kapur, kemi bërë gjithçka në secilin drejtim. Projekt ligji ndryshim, reformat në Këshillin Prokuror të Kosovës, që po të përgjigjem. Cila drejtime? Po që po përgjigjem. Po jetu fol pralla, po vjen keq. Po të përgjigjem domon. E bën pyetjen, e din që përgjigjja është pozitive, nuk ta lejon mundësinë me dhënë përgjigje, sepse don me mbajtë situatën e tillë pa çfarë për publikun. Jetu fol sikur me spaçën opozit. Nuk jetë fol. 5 vjet e keni qeverisë Kosovën. Koha juaj, faleminderit.